Mirë se erdhët në një tjetër episod podcastit Flasim. Dhe sot pikërisht do flasim për diçka komplet ndryshe dhe këtu kam një të ftuar ekspert të pasurive të palujshme, ekspert në fushën financiare, në blerjen dhe shitjen e shtëpive, ekspert edhe në kriptovalutat, në tregjet financiare, por edhe një djalë shumë premtues, një djalë që i jep shumë komunitetit shqiptar dhe i përditshëm në rrjetet sociale duke dhënë mesazhet e tij sa më të mira. Për këtë arsye kam këtu Arjanin. Është lodh pak se na ka ardhur nga shumë larg, gati nga Skocia, afër te Lici diku në ne. Dhe do mundohemi t'i themi disa gjëra që ju nevojiten neve shqiptarëve këtu si komunitet, po pse jo edhe për Shqipërinë, duke qenë se Arjani është një njohës i mirë i këtyre që thamë më lart. Arjan, mirë se erdhe dhe faleminderit që u bërë pjesë e podcastit Flasim. Mirë se gjetëm. Fillimisht faleminderit ti që me mundimin dhe kohën tënde për të na bashku, për të ndarë opinionet, për të ndarë dituritë dhe për të ndihmuar njëri tjetrin sa kemi mundësi. Kështu që faleminderit ti. Faleminderit. Me pak fjalë, kush është Arjani? Me pak fjalë, do të thonë kush është Arjani i sotshëm, edhe i djeshëm. Atëherë, siç mos ta themi me përqindje se mbase nuk ja qellojmë drejt, po si çdo refugjat tjetër, edhe Arjani ka filluar rrugtimin e tij ose filloi rrugtimin e tij në vitet 98-99 në Greqi, pastaj në vitet fillimin 2000 në Angli. Dhe si gjithë tjerë kam ardhur edhe unë, që mos tu futemi në detajeve mauneve e gomoneve tjera, por jo ti themi, pse mos ti themi? Erdhëm si refugjat atëhershme në rimorqe ose rimorke të kamionit. Dhe si pothuajse të gjithë kërkuam azilin, vazhduam azilin, u regjistruam me shtetin dhe pastaj gjithçka filloi aty. Filluam punën dhe punën e parë kam larë pjata në restorant për 3 muaj e gjys. Po jo që kam larë pjata, kam larë pjata të dynjas. Më ka dalë shkuma në atë shprehje tradicionale. Si fillim. Dhe aty vazhdoi gjithçka për mua pastaj me rrugtimin nga ana e edukimit akademik, gjithashtu edhe karriera e punës, sepse vazhdova me restorant. Ndalohemi që këtu te edukimi, ç'a ke marrë, ç'a shkollësh ke marrë që ti me? Unë atëherë Nëse se ke problem. Jo, as pak. Atëherë unë në UK arrita në 2003-shin dhe në fillim të 2003-shit dhe në fillim të 2004-s më dha mundësia që të filloj rrugtimin akademik. Dhe si fillim gjuhën, siç gjithë, se nuk dija si fjalë anglisht, as si fjalë nuk e dija. Vazhduam të mësoj për gjuhën dhe pastaj kam arritur deri tani të mbaroj kam 4 diploma në IT, informat teknologjike ose informacion teknologjik, kam 2 diploma në mësimdhënie dhe kam një bachelor në biznes të menaxhim biznesit dhe kam një master në MBA ose Masters of Business Administration në nivel ekzekutiv. Po kur do nolësh apo vazhdo? Jo dhe në pak jo, se po përgatitemi për politikën shqiptare, të ardhmen e Shqipërisë. Dhe do bëj edhe një master tjetër për politikë të jashtme, që të ndihmojmë Shqipërinë, se qëllimi një nga objektivat e mia kryesore të rrugtimit tim në UK ka qenë që një ditë të kthehem në dheut dhe ta ndihmoj për atë që na ka dhuruar jetë. Bravo. Dhe të kthehemi. Nalemi çik këtu. Duke ne te kjo që sapo the te rrugtimi i Shqipërisë. Unë të shoh se je shumë aktiv në këto rrjetet sociale. Si është Arjani me situatën tash? Do me thonë, unë e di që je përkrahas i flak i protestave, po dhe je një analist i ftohtë nga syri i një që e njeh politikën, po jo në ato gradë që duhen, po e njeh. Dhe nga syri i ftohtë i joti si e mendon ti politikën sot për sot? Dhe a ka ardhur koha për diçka ndryshe?
Si që përmenda pak më përpara, unë ka kohë që kam vënë syrin ose kam objektiv politikën në Shqipëri në të ardhmen, si nga jashtë ose nga brenda Shqipërisë, dhe jam shumë pro protestave, sepse mendoj që populli kanë patur më shumë ose kanë mbajtur më shumë, kanë përballuar më shumë se sa e kishin të nevojshme për të përballuar deri tani. Nga ana tjetër, se e mira është t'i themi gjërat siç i thot realiteti, siç është realiteti. Por nga ana tjetër jemi një shtet në zhvillim të sipër dhe investimet e jashtme për mendimin tim janë tepër të rëndësishme. Janë të rëndësishme edhe për shtetet që janë të zhvilluar dhe shtetet e perëndimit siç është Anglia, ku jemi vetë ne tashmë, siç e mund ta dish edhe vetë, ndërtesat më kryesore, më strategjike në Londër janë investimet e jashtme. Sidomos nga Katar, duke vazhduar nga Sharp, që nuk është një investim anglez. Mund vazhdojmë edhe nga të tjerë. Kjo ka lënë me diskutu. Sepse aty edhe mund të ketë. Aty fillon qenë të tokat. Po, te tokë. Aty ka probleme. Po Londra, mos harrojmë se Londra ose ndërtesat e Londrës, pasuritë e padendura të Londrës, sidomos ata më strategjike janë ose të rusëve, ose të kinezëve, ose të arabëve, ose të qifurve, që mos ta anashkalojmë edhe këtë pjesë. Do me thënë, kur një shtet si Anglia, që është kaq i vjetër dhe kaq strategjik për të gjithë Europën dhe të gjithë botën, dhe akoma e kërkon investime të huaja me këmbgulje, një shtet si Shqipëria, do të jemi shumë mirënjohës dhe shumë mikpritës për investime të tilla, por ama të jenë të rregull. Po ti duke qenë i fushës, ti e di shumë mirë se si është sa e vështirë dhe sa kalvar më duhet kalosh, disa faza që të kualifikohesh për të marrë diçka këtu, edhe po ti kesh lekët. Sepse ligji funksionon, rregullat ekzistojnë, dhe çdo gjë bëhet sipas rregullave dhe akoma më tepër, ajo që më pëlqen mua më shumë të paktën, është se në Angli tokën nuk e blen dot kurrë. Mund ta marrësh me lisë, siç e din ti që është kontrata që ta jep për një kohë të caktuar, dhe ti ta përdorësh, bësh biznes, pasurosh, bësh çfarë duash. Nuk të ndalojnë. Por ama tokën nuk ta jap, sepse i përket Anglisë, i përket familjes mbretërore. Dhe edhe për shtëpinë tonë kur e blejnë, paguajmë council tax për tokën që shtëpia është ndërtuar mbi të, sepse është tokë angleze. Dhe nëse Shqipëria ose gjithë shtetet e Ballkanit ose botërore kanë ligje të tilla, investimet e huaja në Shqipëri janë më se të mirëpritura dhe të domosdoshme financiarisht, mos harrojmë. Dakor, mund ta bëjmë pak debat këtë, nëse më fal, po unë jam i detyruar me i bën, ndoshta edhe ignoranca ime në këtë fushë nuk është shumë. S'ka pyetje. Po, ti jemi realist. Si ka mundësi që tregu në Shqipëri është pothuajse i imobiliar, do të thonë i shtëpiave dhe i tokave, është pothuajse, unë kam jetuar edhe në atë kohën përpara, edhe para 20 vjetëve, edhe para 30 vjetëve, dhe di se sa ka qenë, po tash kemi punu një jetë më rënjant, se merr dot një shtëpi në Tiranë. Kjo ka të bëjë me mosballancimin ekonomik, që Shqipëria si shtet prezanton tek qytetarët e thjeshtë, dhe kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri, kjo ndodh edhe sidomos në Kroaci. Është tepër e theksuar edhe në Kroaci. Të huajt që kanë para investojnë, ndërsa ata që janë vendas vështirësojnë të blejnë diçka, sepse sidomos në Bregdet kanë vajtur çmime deri në 11-12.000 euro metri katror në Kroaci. Dhe Shqipëria po niset pak a shumë në të njëjtin drejtim. Se kur do arrin atë nivel nuk e di, koha do e vërtetoj, por është një mosballancim ekonomik. Çfarë do thotë një mosballancim ekonomik? Kur kemi të ardhurat e një niveli dhe kemi shpenzimet e një niveli tjetër, do të thotë që kemi një mosballancim. Dhe nëse të ardhurat janë më të larta, është një mosballancim pozitiv, sepse qytetari thjesht ka ata kapacitetin financiar për të harxhuar më shumë se sa edhe do kishte të nevojshme. Ndërsa kur ndodhe kundërta dhe kemi të ardhurat e qytetarit thjesht në nivel të ulët dhe shpenzimet në nivel shumë të lartë, do me thënë që kapaciteti financiar për qytetarin e thjesht është shumë i ulët për të mbijetuar e jo më për të harxhuar në gjërat që janë, sidomos shtëpia është e rëndësishme, mund ta quajmë bazike, pavarësisht se është e shtrejtë. Por në këta momente dhe me këtë mosballancim ekonomik që kemi, edhe gjërat bazike i kemi të vështira. Jam shumë dakord me këtë. Prap këtu të rrim. Po.
E zam se unë, ose ai që në një gjon neve, ka punu një jetë tamë dhe ka kursy një farë depozite. Në bazë të këtyne që një gjojmë dhe këtyne që i thuhet, edhe i kemi prejkë në dorë, si ekspert i kësaj fushë desha me të bëni një pyetje, po thelbësore dhe të ma thush me nëshmërinë më të madhe. Patjetër. Po t'ishe ti në vendin tim, ja i kam, fjala vjen, i kam 100.000 pound për depozit. Ku do i investoshe? Na tregun që është pothuajse në Shqipëri ose në Tiranë specifikisht, apo këtu në Angli? Atëherë, para se të jap një përgjigje në investimin, duhet të marrim parasysh me atë generalitetin e situatës së secilit, se çdo situatë është ndryshe. Në situatat personale ose rrethanat personale ndikojnë shumë tek vendimi i investimit. Po para se të arrim në shkallë, është edhe një hap tjetër shumë më i hershëm që ne të gjithë duhet ta kuptojmë dhe duhet ta kemi parasysh. Para duhet ta kuptojmë se çfarë është investimi dhe çfarë kuptimi ka për ne. Ne dakord, i kemi para, kemi një sasi parash, e vogël apo e madhe si do të qoftë. Para duhet të kuptojmë se çfarë do të thotë investimi. Dhe investimi ndahet në dy pjesë. Kemi investimin që është sot për sot dhe kemi investimin që është sot për nesër. Por ta shpjeguar këtë pak më tej që ta kuptojmë, sot për sot është një biznes. Se biznesi mund të hapim sot, mund të hapim një restoran, mund të hapim një lavash, mund të hapim një kafe, mund të hapim çfarë të duam, një call center, ku ta diun se me gjithë shqiptarët kanë ato ide të veta, por biznesi është sot për sot, jo sot për nesër. Dhe kjo ndodh sepse nuk e dim se si do reagojë ekonomia, nuk e dim se me këtë do hapet lufta, edhe se si do ndikojë ke biznesi jonë, dhe biznesin sot e kemi, nesër nuk e kemi. Ndërsa investimi sot për nesër është një nivel tjetër, është një model tjetër. Mos themi nivel, por një model tjetër, një metodë tjetër. Dhe investimi sot për nesër janë pasuri të pashuara ose pa lujshme. Do me thënë, nëse ne investojmë në një shtëpi sot, do e kemi gjithmonë. Po ku do ta investojmë? Se bona specifikisht e bona. Okay, o në Tiranë, o në Londër, ose në një vend ku jetojmë. Tani e kuptuam se çfarë investimesh mund bëjmë. Dy mënyra. I kemi parat, tani e kuptuam se kemi dy opsione. Opsioni kryesor dhe cili na intereson ne sipas rrethanave që kemi secili prej nesh në familjet tona dhe shtëpitë tona. Ndërsa nga ana allokacionit, këtu do bi pak në kontradikt me ata që them, do bi në kontradikt vetë me ata që them, sepse realiteti me teorinë bin kontradikt shumë shpesh. Më shpesh se sa do kishim dëshirë ne. Dhe kjo ndodh për këtë arsye. Në Angli kemi ligjin, kemi rregulla, dhe kur e bën një investim e dim që e kemi të sigurt. Vetëm nëse ne do gabojmë me shtetin, me taksa, me diçka tjetër, atëherë është faji jonë dhe e dim që kemi bërë gabim dhe do penalizohemi. Por nga çdo anë tjetër që mbrohet me ligj, ne jemi të mbrojtur. Dhe kjo do të thotë që në Angli, logjikisht do të thonë që në Angli, nga ana mbrojtjes. Dakor, Po. Mos ik më lart. Okej. Po, këtu bëhet fjalë edhe për brezin tim, ëh. Po, për të gjithë. Sepse pa marr parasysh. Jo, po unë kam një kam anë. E një kam. Do dalë edhe aty. Do dalë edhe aty. Aty do bin kontradikt me atë që the. Po do dalë edhe aty. Ndërsa nga ana tjetër kemi Shqipërinë. Këtu jemi në një shtet të zhvilluar. Dhe progresi i investimit ton në disa fusha është i ngadalt ose shumë i ngadalt, dhe në disa fusha është disi i shpejt. Ndërsa nga ana tjetër kemi Shqipërinë, një shtet në zhvillim e sipër. Dhe shpejtësia e zhvillimit ka marrë një fuqi tepër të madhe, tepër të shpejtë. Dhe prandaj vim tek ajo pika tjetër se cila na intereson ne më shumë. Nëse duam ngritje të investimit ton, o shumë fishime të investimit ton më shpejt, Shqipëria mbase prezanton shansin më të mirë. Nëse duam sigurinë e investimin ton maksimale, Anglia prezanton diçka komplet ndryshe. Ndërsa për ty ose edhe për mua, që kemi një kom këtu, një kom atje, atë vjen te një pikë tjetër që përfshin politika. Disi që besoj që e ke vënë re me patjetër se këtu reforma po merr një popularitet të mjaftueshëm. Për kaq ekstrem që janë ata, për mendimin tim po marrin një popularitet shumë më të madh se e mendonin edhe ata. Dhe ata po habiten vetë. Dhe ata vetë po habiten. Dhe kjo na bën te ajo pika me na ndihmuar me atë vendimin se kemi një këmbë këtu, një këmbë atje. Tani, Shqipëria është vendi jonë. Mbase sigurinë nuk e ka si këtu.
po shpejtësinë e zhvillimit e ka shumë më të madh se këtu, se është një shtet në zhvillim e sipër. Nuk është i stabilizuar akoma, sidomos ekonomikisht jemi shumë larg stabilizimit. Akoma përdorim lekë dore pothuajse në çdo transakcion. Ndërsa këtu kur u thu lekë dore habiten njerëzit. Shumicën e vendeve po nxjerrësh lekë dore habiten thotë. Ku i morë lekët e dorës ti? Domethënë jemi në dy bota të ndryshme financiare, por shpejtësia atje, siguria këtu, malli dhe zemra atje, mendja këtu. Për ta ndihmuar me këtë vendim, momentalisht nuk kemi asgjë, por shumë shpejt mendoj që të kemi një faktor politik që mund ta ndihmojë me këtë vendim. Sepse nëse vazhdon të rritet popularizimi i reformës, duam ne, s'duam ne, do ndihemi se jemi të huaj. Sepse në realitet jemi të huaj. Nuk na kanë bërë të ndihemi të huaj. Na kanë pritur me duar hap, na kanë ndihmuar, na kanë trajtuar si anglezët. Por ajo mbase do ndryshoj shumë shpejt. Kur themi shumë shpejt, mos panikosemi ashtu, kemi edhe ca vite, kemi 2-3 vite tjera. Po, përfundimisht, ku ngeli për ta blesh shtëpinë? Tu apo anë? Unë kisha blerë në Shqipëri. Për veten tim, nuk kam investuar këtu, nuk kam investuar në Shqipëri në real estate akoma, në ndërtesa. Por nga viti tjetër mbrapa, mendja ime ose objektivi im për investim është në Shqipëri. Po, a i korrespondon ai investimi i atjeshëm me atë çka është atje? Do me thonë, një shtëpi, një shtëpi e thjeshtë në pallat, 2 dhoma e kuzhinë, se tash edhe po rriten, po bëhen çik moderne, po prap kanë ato mangësitë e të mëshme, ujë, drita, Shumë e vërtet, shumë parkingu, rruga. Shumë e vërtet. Pra, kjo ka zgjidhje. e për shembull, Kjo ka zgjidhjen. Ne nga ana psikologjike bëjmë një gabim shumë të madh se në mendje kemi vetëm Tiranë. Kur vjen gjatë gjithë vitit kemi në mendje vetëm një qytet. Shqipëria nuk është një qytet i vetëm. Ndërsa gjatë beharit harrojmë Tiranën, harrojmë gjithçka, kemi mendjen vetëm Bregdet. Sepse ashtu është koha, ashtu janë pushimet, ashtu janë rrethanat. Edhe nuk është gabim, por nuk duhet të harrojmë që Shqipëria nuk është Tirana. Shqipëria ka qytete të tjera shumë të bukura. Manicë. Edhe mos themi që nga Presheva deri në Çamri. Dalim nga Ulqini deri në Shkup. Ka qytete të bukura në gjitha anët edhe mundon të shëtis tërkohë. Çfarë dua të them me këtë? Zgjidhja. Po, jam shumë dakord me ty. Zgjidhja është këtu tani. Po. Zgjidhja e problemit të ujësjellësit, të parkingut, të çmimeve të apartamenteve. Mbase nuk do kemi mundësi ta blejmë në Tiranë, ta blejmë në Dërmi, në Vlorë mbase është bërë shtret. Por ama nuk do jetë shtret ta blejmë Shkodër. Ta blejmë edhe Durrësi është bërë shtret. Gjirlazit nuk është shtret. Shkodra nuk është shtret. Peshkupia nuk është shtret. Berati nuk është shtret. Qytet Manic, një ndër qytetet më të vjetra, mos themi më i vjetri në Evropë. Po, Shqipëria është më e madhe. Jo, jam shumë dakord me këtë që thuti. Po ajo zemra të bën ty me shku unë taj veni jem, taj qyteti jem, taj katuni jem, taj gjithë se cili prej nesh e kanë atë. Dhe, themun, ne shqiptarët e kemi atë që i shkojmë mas turnës. Po. Dhe, diçka që kam qenë me thonë, po hapi dikush, një dyqan, tanë do ta hapim dyqan. Po e blejmë shpinë Tiranë, tanë do të shkojmë Tiranë. Po hap një farmaci, tanë do hapin farmaci. Për mendimin tim zgjidhja është shumë më e thjeshtë se sa e mendojmë ne, por politika na ka bërë të mendojmë që është shumë e vështirë zgjidhja, por në realitet nuk është, sepse uji ose pasurinë natyrale që ka Shqipëria shumë pak shtete ka. Edhe për popullsinë që kemi. Mos themi që jemi një shtet ta egzagjerojmë më shumë se sa është, por me të vërtetë është një shtet i mbushur me pasuri natyrale. Kemi ujë për gjithë Ballkanin, jo vetëm për Shqipërinë. E vërtetë. Na mungon ujësjellës. Atëherë, nëse kemi qeverinë e duhur, politikanët që punojnë për shtetin, gjithmonë me të thonë nëse. Atëherë do vi brez i ri, një frymëzim i ri. Prandaj po bën protesta. Ajo e Zvërnecit ishte, si nuk them, thumi armës, edhe shkrepi, po njerëzit kanë qenë gati. Edhe tani po duket shumë dukshëm që kanë qenë gati për të shpërthyer dhe po shpërthejnë. Dhe tani, e vetmja gjë që do kisha thënë për protestat, të zgjedhin njeriu në duhur përpara. Të zgjedhin njeriu, se kush është nuk e di as vetë. Por duhet të zgjedhim njeriu në duhur që nuk ka nevojë të pasurohet nga shteti. Ka nevojë për atë rrogën edhe ka nevojë për ato objektivat për të ndihmuar shtetin e tyre. Edhe një nga ata, nuk po them për kryeminist, por një nga ata në të ardhmen do jem personalisht vetë.
Bravo. Kam objektiv, ka 15 vite që kam atë objektiv, por nuk është koha e përshtatshme, nuk është politika e përshtatshme që unë duhet t'i afrohem këta momente. Po si unë, ka Anglia plot, ka Gjermania plot. Që ti ikim keq kuptime, ti si je me asnjë parti. Jo. Unë jam me drejtësi. Unë jam me drejtësinë dhe ato me dikë që bën partia e gjithëve. Partia e gjithëve. Të jemi partia e gjithëve. Mos ikim prej fokusit. Rrim prapë të shtëpia. Një këshill e jotja. Flasim për kohë, një periudhë 6 mujore, 1 vjeçare ose 2 vjeçare këtu në Angli. Okej. A është momenti i duhur për të blerë shtëpi. Duke pa këto up and down, të luftrat e këto. Unë nuk jam aty ku jam unë, nuk jam i vetmi që kemi investuar në real estate ose shtëpijat. Edhe e diskutojmë këtë muhabet shpesh me shoqërinë, shpesh. Edhe kemi investuar të gjithë, biles disa prej tyre shumë më shumë se sa unë, edhe jam shumë me fat që kam shoqëri të tillë, dhe ndrojmë mendimet. Dhe të paktën nga ajo që kuptoj unë, nga eksperienca ime, moment më të përshtatshëm për të përfshirë, do jenë raste shumë të rralla në të ardhmen. Se sot, se këta momente, se 7-8 muajt e ardhshëm, sepse momentalisht, nëse do blem një shtëpi, nëse na intereson, shikojmë një shtëpi për ta blerë dhe na intereson, shansi që dikush tjetër të jetë interesuar për të njëjtën shtëpi është shumë i vogël. Dhe kompeticioni do jetë shumë i vogël. E di se shumica prej dëgjuesve do thonë që interesat kreditore janë në nivele të larta. Nuk janë aq lart sa kanë qenë, kanë rënë pak më poshtë. Por ama ulja e çmimit dhe pazari që mund të bëjmë me një landlord tani, me një shitës tani, nuk do e kemi atë fat pas një viti. E di se shumica thonë që ekonomia do vazhdoj të bjerë, do kemi problem. Dakord, mund bjerë, po ku do vej? Pse pa keq është ekonomia anglisë momentalisht, është një krizë, pavarësisht se nuk e folin. Është një krizë. Është si ajo që themi, por am në fund të gazanit, e vetmja mënyrë dhe jetë lartë, si në ku vend më. Dalim pak te kriptot, se ti e fol shumë këtë problemin e kriptove dhe e ke pasion. Për mu, që jam një ignorant i asaj fushë, qa do më këshilloje exactly, në qoftë se unë mendoj një ditë, ose ka shumë si unë, sepse është bëu trendi, edhe kjo është bëu trendi, edhe është realisht e kohës. Pavarësisht se shumë prej nesh nuk i dinin, po disa këshilla qa mund t'i na i thush ti. Për kriptot për... Jo atë funit atë e man për veti, ti s'na e tregon po. Jo, me shumë kënaqësi, në fakt nuk rezervohem kurrë në këtë pjesë. Pavarësisht se ngaherë flas më shumë se sa duhet në këtë fushë, se kam pasion edhe që të jemi të qartë, e kam hobi dhe pasion dhe jo karrierë, por kam bërë kërkime shumë të thella për vite me radhë dhe po vazhdoj në vitin e 7 tani. Për të kuptuar kriptot du ta shpjegojmë pak a shumë si puna investimi. Du të kuptojmë se si erdhi bota tek kriptot. Dhe në 1602-shin lindën stocks, shares, por nuk morën popularitet deri pak para luftës së dytë botërore. Dhe pak para luftës së dytë botërore morën një vrull të madh. Po ishte një industri, një sektor informal, dhe i pa kontrolluar, i pa menaxhuar, dhe filluan bëhen transakcione ilegale, lvizje parash ilegale, po jo pa qëllim, se ishte pak para luftës së dytë botërore. Dhe gjatë luftës së dytë botërore, që mos themi gjëra që dikush mund na mbajnë ato gjëra, po u bën ca tregti të mëdha gjatë luftës që u fshehen pas stoksve dhe shereve. Se ishin pa menaxhuar, pa kontrolluar. Dhe për këtë arsye Amerika i quajti Ponzi's. Domethënë një sektor falso, një sektor i pa vlerë. Por nga pas predeve, këta që i quajnin Ponzi's, se aty lindi fjala Ponzi. Këta që i quajnin Ponzi's, këta bënin ata dallaveri të tjera nga mbrapa, ata transakcione që ne nuk i shikonin. Ne nuk ishim, po ata që ishin atëherë nuk i shikonin, nuk i kuptonin. Lim tani te kripto që mos ta zgjashim shumë atë. Lindën kriptot, identik si stocks. Lindën pak para luftës së Ukrainës në 2014. Lindi lufta e Ukrainës. Erdhi kriza botërore, kriza europiane dhe botërore ekonomike. Kanë lindë në të njëjtin vit. 2009 lindi Bitcoin, 2008 u zhvillua, 2009 lindi në treg. Dhe siç e din, në 2008 filloi kriza më e madhe botërore ekonomike, që u ndjek me luftën e Ukrainës.
dhe transaksionet e luftës, e armatimeve e luftës me kripto. Në vend ku jemi sot, kemi luftën, akoma kemi luftën e Ukrainës tani të dytë. Kemi të Ukrainës, Palestinës, Sirisë, kaloi e Sirisë, të gjitha Hormuzit, të gjitha transaksionet, të gjitha dallaveri, siç mund t'i themi në gjuhën tradicionalisht, bëjnë me kripto. Pse? Se e quajnë një sektor, ose e quanin deri pak para ca muajsh, e quanin një sektor të pamenaxhuar pa vlerë. Sepse a shumë interesante kurdo që i bën këta gjëra, a shumë intereson. Do me thonë, historia po përsëritet. Historia po përsëritet, po me një model të ri. Tani, ne flasim për stokës dhe thamë që kanë lindur në 1602. Ndërsa, tani jemi në 2026 dhe stokës, po themi që janë me shekuj të vjetër. Ndërsa Bitcoini, që është prindi i kriptove, ka lindur në 2009. Dhe më thonë, jemi kaq herët në këtë market të ri. Në këtë industri të ri, jemi kaq herët që ta kuptojmë se sa herët jemi për të përfshirë. Pra është si mund të involvohet një njeri në kripto? Në kripto, nga që akoma kriteri ligjor sa ka filluar. Amerika sa ka filluar ta pranoj si komoditeti dhe jo securities. Do të thonë ti pranoj si të rregullta, do të thonë produkte ose shërbime të rregullta dhe jo falso ose ponzi, siç i thonë ata, dhe jemi në kohën e dur, por në të njëjtën kohë me rrezik të lartë. Pse? Se nuk e kemi ligjin në krahun e kriptove 100%. Nuk është vështirë të përfshihemi, por duhet të kemi shumë kujdes se si përfshihemi dhe ku përfshihemi. Por një fillestar nuk do kisha rekomanduar tregti, po do kisha rekomanduar ble diçka sot, si puna e shtëpisë. Ble tani, mba 3-4 vite, 5 vite dhe i vjen kohë. Dhe shumë fishimet vinë vetë. Mund vjen 2 fishim, 1.5, mund vjen 10, mund vjen 100. Ato nuk e dim, varet se ka zgjedhje. Dhe pyetja më konkrete, cili do ishte një investim më i mirë sot për sot? Prapë shkem tek ajo që tash në fillim. Sot për sot apo sot për nesër? Sot për, do të thonë, sot i ke ato lekë dhe sot cila do ishte një gjë shumë e mirë në kripto, në pasuritë pa lujshme, cila do ishte më unë kripto dhe stokë si ose një mesazh i trive ato për trive. Po, patjetër. Unë po të isha 18, 20, 25 vjeç tani dhe i kam ca para në dorë. Para do vendos nëse dua të investoj që të marr rikëthimet sa më shpejt, apo kam durim, apo janë ca para që unë mund të investoj dhe t'i pres, kem kohë me prit 3-4 vite, 5 vite. Dhe në moment që të marr atë vendim, nëse është për afat gjatë, sot për nesër, si që thamë përpara, ndërtesat janë një, stocks dhe kriptot, 2 dhe 3. Tani, për të blerë një shtëpi, një apartament, si që thamë, është shumë vështirë, si në Shqipëri, si këtu, se është investimi madh. Ndërsa për të futur në stocks, në kripto, është shumë kollaj. Për stocks, për ata që nuk e kuptojnë se çfarë janë stocks, se stocks për që të jemi pak të qartë, si edhe kriptot, janë 2 industri jo të popularizuara me shqiptarët. Kemi shumë pak dituri rreth tyre dhe përfshihemi shumë pak. Jo informacion ka, por nuk përfshihemi sa duhet. Sepse stocks tani kanë qenë gjithmonë për klasën, një pjesë të klasës mesme dhe klasën elite. Në klasën e mesme disa kanë investuar, nuk e di përqindjen saktësisht, klasa elite nuk ke milioner ose bilioner që nuk përfshihet në stocks, por tashmë kanë filluar në kripto. Do me thonë, kur aty përfshihen milionerët dhe bilionerët, ka për edhe për tjerë. Në shtëpinë të ujkut hanë edhe vel, pra themi. Arjan, ne paka shumë që ti e din edhe këto kanë limite këto emisione. Po paka shumë ne i tham disa gjëra çfarë dëshmë mi thon, po isha diçka më konkrete te ti jeton larg Londrës. Leeds. Në Leeds. Në Harrogate që është 30 minuta larg Leedsit. Edhe i çik më larg se Leedsi. Po. A shef në ndryshim nga andej ku jeton ti me këtë në Londër dhe duke pas këtë feeling që e ke shumë përditshëm dhe këtë punë që e bën përditshëm. Thom unë, a mos do ishte më mirë të ishe në Londër? Shiko, unë kur erdha në fillim në Angli, u regjistrova në shtet dhe më dërguan në Leeds. Edhe
fillova studia për licin, ta kuptoj se çfarë qyteti është para shumë. Edhe ishte shumë i vogël atëherë, shumë qytet i vogël, se është zhvilluar shumë që atëherë, si gjithë qytetet para shumë. Dhe kur kuptova sa universitete ka, atëherë kishte vetëm 2, nuk kishte 4. Mendova se 2 universitete dhe 1 do ma gjej karrike për mua në të ardhmen. Edhe vazhdova t'i bëj smedhen për universitetin dhe u ambientova shumë me licin. Mos harrojmë se edhe veriorët anglisë janë shumë më të afrushëm se sa jugorët. Janë më angles. Janë më angles edhe më mikpritës. Edhe ishte ai adaptimi që bëra në fillim, se unë vi nga Dibra, një fshat i Dibrës shumë i vogël dhe kur erdha në Londër për herë të parë, nuk dija se ku shkoja. Mos i bie më gjatë e ke gjetë vetë. Kurse atje e gjeta vendin, u ambientova, mbarova universitetin, hapa bizneset, kam disa biznese të ndryshme që vazhdojmë bashkë me vllajën, dhe biznes e parë pa të hap me shok dhe tani vazhdojmë me vllajën, kemi bizneset, jemi ambientuar. Lici ka edhe diçka tjetër. Investimet për ata që nuk kanë shumë aparash të mëdha, Lici është një vend i përshtatshëm, sidomos për real estate. Janë shtëpi shumë të lira dhe sa më lirë të jetë shtëpi, për ata që duan të blejnë shtëpi, këtë duhet ta keni parasysh. Nëse kemi 2 opsione, një shtëpi është 1 milion pound, një është 100.000 pound, dhe duam ta blejmë, ajo që do difishohet më shpejt është 100.000 pound, jo 1 milion. Dhe këta janë 2 kënde ekstreme, por ajo që është më e lirë shumë fishohet më shpejt. Dakor të janë pa afron, se mirë shtëpia, pa afron të tjera gjëra, afron punë këtu. Po. Lici është ke Londrën, ke Manchesterin është Lici. Por nga ana zhvillimit ekonomik, pas Manchesterit është Lici. Duke ne prap në Lic. Si është komuniteti shqiptar? Pak. Më ke prek në tela të zemrës. Unë kam kohë që punoj me komunitete të ndryshme. Edhe me anglez, edhe me indian, me pakistanes, me qifut, me prejardhje tjera afrikane, kam punuar me komunitete të ndryshme. Edhe e them këtë pa rezervim dhe me shumë keqardhje që jemi ndër komunitetin më të dobta për momentin. Si nga ana formaliteti, si nga ana informaliteti. Nga ana formaliteti se na mungon klasa për fëmijë, klasa shqipe për fëmijë, na mungon qendra ku mund të mblidhemi, për artime, për çfarë do që të jetë. Po mirë, pse se merr një iniciativë? E kam marrë këtë iniciativë, në fakt, jo më vonë se në 2006. E mora iniciativën, vendosa t'i dedikoj kohë, edhe në këtë pjesë të jetës time, besoj që kam patur një punë full time, një punë part time, edhe shkollën full time. Edhe isha deri në fyt, po prap zemra nuk më linte. Dhe vazhdova të përfshihem. Dhe sa e morëm vesh, edhe biles, edhe një fakt tjetër, kam qenë i pari që kam hap faqe shqiptare në Facebook. Ka qenë Lica UK Albanians, që është hap shumë para Shqipëria ime, apo jeta shqipe të tjera me radhë, mos i përmendim gjitha, kam qenë i pari. Dhe çfarë ndodhi? Te komuniteti u fut dikush tjetër, shqiptar. Edhe tha, sa e morëm vesh. Fillon bryllat edhe u largova. U tërhoqa. Dhe akoma më keq me faqen që hapa unë, ma hakuan serb dhe vendosën flamurin e tyre. Dhe nuk e mora dot më faqen time edhe ke faqja lash. Por tek faqen nuk më ngeli shumë merak, po tek komuniteti më ngeli pak merak se e dija që do dorëzohen. Po, edhe pas vitit do dorëzohen. Nuk është vot. Po bisedojmë me ca shok dhe nuk. Dhe shpresoj sepse ti je djalë energjik dhe mundohem. Dhe do mundohesh. Një mesazh për të gjithë të rinjt shqiptarë. Këtu, po edhe ato në Shqipëri, e desha për në fund. Po. Ato që kam kuptuar unë, në të paktën nga eksperiencia ime në emigrim dhe malli im për atë dhe unë, për Shqipërinë, ne duhet kuptojmë se kush jemi para se ta kuptojmë se ku duam të vejmë. Dhe ne jemi një popull shumë i lashtë, jemi një popull shumë tolerant, sidomos nga ana e fesë, mos themi më tolerant nga ana e fesë, që jam shumë krenar për vërtet. Po kam edhe një krenari tjetër që është shumë e thellë për mendimin tim se jemi një popull me kulturën që është vlerësuar një ndër kulturat më të ngushta, gjenerale dhe jo individuale. Jemi vlerësuar shumë lart në atë pjesë dhe tjetra është që jemi njerëzit e parë që kemi lejuar një femër të jetë mbretëresh e një perandorie që ka qenë Teuta. Kemi patur Teutën, deri në Keshot e Galica, kemi patur shumë. Deri mos vin tani deri tek presidentet e fundit,
edhe aftësi që femra shqiptare ka. Që do të thotë që kemi qenë tolerant për gjinin, tolerant për fen, që tolerant për gjinin, kemi shtetet e perëndimit që nuk kanë qenë në veri të 70-të. Ne po flasim tani për 2000 vite më parë. Dhe jemi shumë krenar për atë. Çfarë dua të them me këtë? Nëse mendojmë që jemi në një moment të vështirë të jetës, financiarisht, emocionalisht, çfarëdo që të jetë, jemi një shtet, jemi një komb që adaptohemi me çdo lloj situate. Burri shqiptar ka qenë gjithmonë provider, si thon anglezët. Ka vënë bukën në tavolinë. E kanë sharë, e kanë ofenduar, e kanë diskriminuar. Si në Greqi, si në Itali, si në Angli, kudo kemi vajtë. Nuk e kemi pasur problem, ja kemi dalë. Femrat ose shqiptarët e kemi trajtuar si princesha dhe mbretëresha, ku kemi vajtë. Do me thonë, jemi njerëz që adaptohemi, tolerojmë dhe gjithmonë ja dalim. Dhe sa do të jemi në ndonjë pozicion të vështirë këta momente, vetëm gjeja të shqiptarin brenda vetes dhe doja dalësh në çdo lloj drejtimi se nuk ka për vete. Mos e luaj mua Arjan, unë të falenderoj pa mas. Të falenderoj ty. Dhe e di që ke bërë një rrugë shumë gjatë dhe ky është falenderimi i dytë. Po nuk marron me kaq, sepse do bëjmë prapë emisione të tjera. Besoj se njerëzit janë interesuar për gjitha ato që theti. Dhe edhe një herë faleminderit. Edhe një gjë se më pyete për kriptot, nuk e di nëse dash përgjigje për kriptot. Po. Bitcoini për ata që janë në kripto, keni parasysh këtë gjë. Bitcoini ka 1064 ditë në ngritje, 364 ditë në ulje. Ulja ka filluar shumë herë. Shikoni pikën më të lartë të ngritjes të fundit, numëroni 364 ditë poshtë dhe investoni një javë para ditës së fundit. Kush e kanë mend me investuar? Jo, mirë që e the, unë s'marr vesh. Po. Unë do t'i jap do lek, inshallah, ai të ma bëu edhe unë. Po pse jo? Po me akantin tonë, jo me emrin tim. Shumë faleminderit, dhe të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Dhe edhe ti gjithashtu. Shpresoj të shihemi sa më shpejt, sepse e ke edhe një farë rrugë për me bëu për me ikë prapë. Dhe të uroj të gjitha të mira ty, familjes tonë, djalit tonë. Gjithashtu edhe ju, edhe mos harro të vish në Yorkshire, është vend shumë i bukur. Ka vende shumë bukura, dhe të mirpresim, për zotin mirpresim. Hajde kur dush. Faleminderit. Dashur, ky ishte podcasti për sot, duke qenë falenderues për Arjanin dhe për gjithë ju që na ndoqët. Faleminderit.